Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot do ndaj me ju ëmbëlsirën e bugzares, kështu quhet në vendlindjen time. Përgatitet shumë shpejt. Fillimisht filloj me shurupin. Pra me shërbetin, na nevojitet 600 ml ujë, 300 gram sheqer, 2 feta limoni, 2 shkopa kanele dhe e vendosim të ziej. Ndërkohë që shërbeti zihen, do vazhdoj me masën tjetër, duke shtuar 4 vezë, 100 gram sheqer dhe masën do ta përzihem shumë mirë, me tel kuzhine ose me rahas elektrik, çfarë do t'ju gjendet në shtëpi. Dua t'ju kujtoj se këto përmasa janë për tavë me diametër 26 cm. Do vazhdoj me 30 ml vaj ulliri, 100 ml qumësht. Vazhdojmë ta përziejmë masën. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Do vazhdoj me 400 gram miell. Nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është mielli, mund ta shtoni atë pak e nga pak. 1 pluhur fryrës për ëmbëlsira, 2 vanilje dhe masën do vazhdojmë ta përziejmë derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme si kjo që shihni në video. Masa është gati, pra duhet ta përziejmë derisa të mos ketë asnjë kokriz. E vendosim në tavën e pjekjes, unë kam vendosur një letër kuzhine poshtë dhe e vendosim për pjekje në furrë të parangrohur në 180 gradë për rreth 45 minuta, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Ky është rezultati që shihni pas pjekjes, ka marrë një ngjyrë fantastike dhe është pjekur kaq mirë në të dy anët. E presim, mos u shqetësoni nëse është e nxehtë, pasi nuk prishet as pak dhe nuk ngjit thika fare, dhe e presim në mënyrë që kur ta shërbetosim, shërbeti të futet sa më shumë në brendësi të ëmbëlsirës. Ëmbëlsira e bugzares kur shërbetoset nuk ka shërbet të kulluar, pra shërbet të mbetur në tavë, por ka një zbutje as e butë dhe as e thatë. Ju sugjeroj ta provoni këtë mënyrë, pasi jam e bindur që do ju pëlqej. Pasi e kemi prerë plotësisht e shërbetosim, shërbeti duhet i ftohtë ndërsa ëmbëlsira e ngrohtë. Pasi e shërbetosim, e lëm pak në mënyrë që të përthith plotësisht masën e shërbetit dhe më pas e keni gati për ta konsumuar. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.